Fenomeni La Niña mund të ndikojë në klimën globale në 3 mujorin e ardhshëm. Çfarë do të thotë? Nëse ndodh fenomeni do të jetë i dobët, sipas parashikimeve të publikuara nga Organizata Botërore Meteorologjike OMB. Sipas parashikimeve të publikuara nga Organizata Botërore Meteorologjike OMB, një fenomen i dobët La Niña mund të ndikojë në kushtet globale të motit gjatë 3 muajve të ardhshëm, ndërsa ndikimi i La Niña do të ulë përkohësisht temperaturat në oqeanin paqësor, qendror dhe lindor. Temperaturat pritet të jenë më të larta se normale në shumë zona, duke rritur rrezikun e përmbytjeve dhe thatësirës dhe duke komprometuar rendimentet e të korrave sipas OBM-s. Probabiliteti i një La Niña të dobët nga ky muaj deri në shkurt është 55%, që nga mesi nëntori 2025 treguesit e oqeanit dhe atmosferës treguan kushte kufitare për La Niñan. Probabiliteti i kushteve neutrale nga janari deri në mars dhe nga shkurti deri në prill është përkatësisht 65% dhe 75%. Organizata parashikon që një ngjarje El Niño, fenomeni motit që nxit ciklone tropikale në paqësor dhe rrit rrezikun e rreshjeve dhe përmbytjeve në pjesë të Amerikës dhe gjetk është e pamundur. Parashikimi sezonal i motit dhe ndikimi i kushteve të motit përkthehen në qindra miliona kursime për bujqësinë, energjinë, kujdesin shëndetësor dhe transportin, thekson Organizata Botërore Meteorologjike, ndërsa mira jetë mund të shpëtohen me përgatitje të përshtatshme për fenomenin.